Ja sa feta bukësh normale të konsumosh në një ditë. Disa njerëz priren ta teprojnë me konsumin e bukës kur ulen në tryezën e ngrënies. Nëse i përkisni kësaj kategorie, ndiqni këto udhëzime të thjeshta për një konsum të shëndetshëm, por të plotë të bukës në varësi të llojit të bukës që doni të konsumoni. Buka e bardhë, qoftë e thekur ose e butë, kjo bukë është ndër më të njohurat. Një person mesatarisht mund të konsumojë 8 feta bukë të bardhë në ditë, megjithatë siguroni ta balanconi konsumin e saj me burime të tjera të karbohidrateve. Buka e zezë, konsumi ditor i shpejtë varet nga qëllimi i trupit tuaj. Pra nëse po përpiqeni të ruani peshën aktuale, mund të konsumoni deri në 12 feta bukë gruri integral në ditë. Nëse doni të humbisni peshë, deri në 8 feta në ditë janë më së të mjaftueshme. Pitet. Rekomandohet të konsumoni deri në një copë e gjysmë bukë pite në ditë. Kufizojeni sasinë në një copë në varësi edhe të burimeve të tjera të karbohidrateve që konsumoni.